Me nisjen e fundjavës, qeveria zhvilloi mbledhjen e 253 në mënyrë elektronike. Në këtë takim virtual, ministrat me në kryeministrin morën njësor vendime që prekin sektor kësh të zhvillimit institucional dhe shoqëror të vendit. Ndër kryesorët, spikat emërimi i bordeve të reja të drejtorëve në 2 ndërmarrje publike, Korporatën Energjetike të Kosovës dhe Postën e Kosovës. Në krye të bordit të Kekut është emëruar Valdin Krasniqi, ndërsa si antar Merita Kasapolli, Filoret Gash Sadiko dhe Shpëtim Zharku. Ndërkaq Gëzim Pasi do udhëheq bordin e Postës së Kosovës si kryesues së bashku me antarët Safie Beseni, Sebahate Regja dhe Visar Nura. Shëndetësia ishte po ashtu në fokus me miratimin e rregullores së rezultateve në punë, një hap drejt matjes së performancës dhe rritjes së cilësisë së shërbimeve. Qeveria po ashtu ka hapur rrugën për ndërtimin e një objekti të ri për degën e farmacisë në Universitetin e Prishtinës. Në qendër të vëmendjes ishte edhe fëmijëria e hershme ku është miratuar dokumenti strategjik dhe plani i veprimit për vitet 2025-2030. Të premtën po ashtu votua pro themelimit të ndërmarrjes publike lokale e ekosistemi, e cila do fokusohet në menaxhimin e mbeturinave në komunën e Shtimes. Në planin ndërkombëtar miratua nisma për lidhjen e marrëveshjes së përgjithshme të sigurisë ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë për shkëmbim dhe mbrojtje të ndërsjellë të informacionit të klasifikuar. Ndërkaq në mbështetje të komunave u dha dritë jeshile për projekte kapitale për fshirë renovimin e stadiumeve në Gjakov dhe Suharek. Krejt në fund u votua për ndarje së 350.000 eurove për projekte përmes marrëveshjes me Organizatën e Kombeve të Bashkuara.